Kur një burr të injoron, reagimi më i zakonshëm është të kërkosh gabimin te vetja. Por po të them se kjo mospërfillje nuk ka të bëjë me mangësitë e tua, por zbulon dobësitë e tij të brendshme. Carl Jung ka thënë se ajo që projektojmë të tjerët është shpesh pasqyrimi i frikrave tona të shtypura. Pra, pse një burr zgjedh të injorojë? A fshihet diçka më e thellë pas këtij qëndrimi të ftohtë? Çfarë po përpiqet të fshehë nga ti, ndoshta edhe nga vetja? Bota shpirtërore e burrave është po aq e mbushur me hije sa ajo e grave me pjesët e pandërgjegjshme të vetes që përpiqemi t'i shtypim. Jung i quante këto hije aspektet e personalitetit që nuk i pranojmë. Një burr që të injoron mund të jetë duke pasqyruar pa vetdije pasiguritë e tij, frikën nga lidhja, apo ndjesinë e inferioritetit që nuk guxon ta përballet. E vërteta është se shpesh dobësia më e madhe e një burri fshihet te ajo që përpiqet më së shumti ta fshehë. Po çfarë e shtyn një burr të sillet kështu? Krenaria, ftohtësia emocionale, apo ndoshta frika se po të tregojë interes do të zbulojë dobësinë e tij? Heshtja e tij nuk është një shenjë force, por shpesh një shprehje e një konflikti të brendshëm që as vetë nuk e kupton. Siç thot Jung, derisa e pandërgjegjshmja të bëhet e ndërgjegjshme, ajo do të drejtojë jetën tënde dhe ti do ta quash fat. Ndoshta ky burr nuk është aq në kontroll sa mendon, ndoshta është thjesht rob i hijes së vet. Pikërisht këtu shumë gra bëjnë një gabim fatal. E interpretojnë heshtjen si një sfidë dhe përpiqen të provojnë veten, të tërheqin vëmendjen e tij, të zbulojnë misterin e tij. Por mësimi i Jungut është ky: fuqia e vërtet nuk qëndron te kërkimi i dëshpëruar, por te integrimi i vetes. Po sikur të ndaloje së reaguar ndaj heshtjes së tij dhe të fokusohesh te ajo çfarë kjo heshtje të mëson për veten, çfarë ndodh kur kupton se paftësia e tij për të menaxhuar ndjenjat e tij është në fakt dobësia e tij më e madhe. Në këtë video do të zbulojmë çfarë do të thotë vërtet kur një burr të injoron dhe si kjo dobësi e tij mund të kthehet në avantazhin tënd më të madh. Do të shohësh një të vërtetë që as ai vet nuk guxon ta pranojë. Dhe kur ta kuptosh këtë, nuk do të ndikohesh më kurrë nga heshtja e tij. Ai të largon dhe të injoron sepse beson se do të jesh gjithmonë aty. Mendon se mund të kthehet kur të dojë dhe se ti do ta presësh e gatshme, e përkushtuar dhe e etur për pak vëmendje. Por çfarë ndodh kur kjo siguri zhduket, kur ai papritur kupton se ti nuk je më e parashikueshme dhe e garantuar? Jung ka thënë, mashtrimi më i madh i njeriut është se mendon se mund të kontrollojë atë që nuk e kupton. Një burr e ndjen mungesën tënde vetëm kur humbet ndjenjen e sigurisë që mendonte se kishte. Dobësia e tij nuk qëndron në largimin nga ti, por në bindjen se gjithçka do të mbetet njësoj. Por kur ti nuk reagon më, nuk shfaq interes, kur heq atë për kujdesjen e pandryshueshme, gjithçka ndryshon. Ti nuk je më një figurë pasive në historinë e tij, por shndërrohesh në një mister të pasgjidhshëm. Dhe këtu fillon konflikti sepse sipas Jungut, njeriu ka frikë nga ajo që nuk mund ta parashikojë. Dyshimi dhe pasiguria dhimbin më shumë se humbja vetë. Sa gra bien në grack duke u përpjekur të tërheqin vëmendjen e një burri që i injoron, postojnë mesazhe indirekte, kontrollojnë nëse ai ka parë mesazhet, përpiqen të kujtojnë ekzistencën e tyre. Por të gjitha këto vetëm sa e forcojnë iluzionin e tij të pushtetit. E vërteta është se ti nuk ke nevojë të provosh asgjë. Loja e vërtet fillon kur ai kupton vlerën e mungesës tënde, jo të pranisë. Kur ti nuk i shkruan më, nuk reagon ndaj postimeve të tij, nuk përpiqesh të dukesh, një boshllëk lind në mendjen e tij. Gruaja që njihte nuk është më. Dhe ky është dobësia e parë e madhe e një burri që të injoron. Ai ndjehet i fortë vetëm nëse beson se ti je ende aty. Kur kjo bindje prishet, ai fillon të kuptojë vlerën e asaj që kishte. Jung ka thënë, gjërat që i refuzojmë të tjerët janë pasqyrime të asaj që nuk duam të përballemi brenda vetes. Shpesh, një burr injoron një grua sepse nuk ka guxim të përballet me ndikimin që ajo ka tek ai. Por çfarë ndodh kur ai kupton se ky ndikim është zhdukur? Le të shkojmë edhe më thellë. Do të mësojmë 5 pikat më të ndjeshme të një burri kur largohet dhe të injoron.
pikërisht aty ku edhe më krenarët fillojnë të rishqyrtojnë sjelljen e tyre. Qëndro me mua, sepse ato që do të mësosh mund të ndryshojnë tërësisht mënyrën si e sheh këtë lojë. Kur ti largohesh nga jeta e tij, ai fillon të ndjejë një parehati që nuk e ka ndjerë më parë. Ndjenja që të kishte gjithmonë aty nuk ekziston më dhe pa vetdije, po i jep të njëjtin ilaç që ai të dha ty. Heshtja që ai mendonte se kontrollonte, tani kthehet kundër tij. Jung ka thënë se shpirti i njeriut kërkon ekuilibër mes të kundërtave kur një skaj zhduket, tjetri intensifikohet. Nëse më parë ndjente rehati duke të injoruar, tani ndjen shqetësim. Mungesa është një forcë e fuqishme. Boshllëku që le pas, fillon të rëndoj. Shumë shpejt do të fillosh të marrësh sinjale të vogla prej tij. Do të shoh storjet e tua, do të reagoj ndaj një postimi, do të lërë një koment të vogël si për të thënë jam këtu. Çfarë ndryshoi? Realiteti që ti nuk je më gjithmonë në dispozicion. Vëmendja që e kishte pa asnjë përpjekje, tani është kthyer në dobësinë e tij më të madhe. Jung na mëson se mendja e njeriut kërkon balancë dhe kur diçka që ishte gjithmonë aty zhduket, truri hyn në gjendje alarmi. Dhe kjo është pikërisht ajo që po i ndodh atij. Dobësia e dytë e një burri që të injoron është ndjenja e sigurisë se ti do të jesh gjithmonë aty. Burrat që ushqehen nga pasiguria e grave ndihen të fuqishëm për aq kohë sa mendojnë se kanë kontroll. Nëse ai ndjen se ti nuk mund të jetosh pa të, se ndihesh e paplot pa të, apo se nuk mund të gjesh më mirë, ai nuk do të hezitojë të injorojë. Por gjithçka ndryshon kur ti tregon të kundërtën. Kur reflekton vetbesim, kur energjia jote është e bollshme dhe jo e munguar, diçka në të humbet ekuilibrin. Jung ka thënë, ajo që i rezistojmë, vazhdon të ekzistojë. Një burr që kupton se nuk ka më kontroll mbi ty, ndjen për herë të parë një gjë të re pa siguri. Kur e njeh vlerën tënde, kur nuk pranohesh më me thërrime, loja ndryshon. Nuk ke më nevojë të vraposh pas askujt. Një grua që njeh vetveten dhe e di vlerën e saj nuk lutet për t'u parë. Ajo e tërheq vëmendjen natyrshëm sepse nuk është nevojtare, por e plot me veten. Kur arrin në atë nivel vetbesimi, jo vetëm që rifiton fuqinë tënde, por trondit edhe ndjenjen e sigurisë që ai kishte për ty. Ai nuk është më i sigurt nëse mund të gjejë kurdo që do. Dhe pikërisht në atë moment, fillon t'i bëj vetes pyetjen, po sikur ajo të mos jetë më këtu? Përpara se të kalojmë te pika e tretë e dobësisë, dua të bëj një pyetje, a e ke përjetuar ndonjëherë këtë? A ke ndjerë ndonjëherë sikur një burr mendonte se mund të injorojë pa asnjë pasojë? Nëse ky përmbajtje të ndihmon, shtyp butonin pëlqej dhe shkruaj në komente nga cili vend po e shikon videon. Dhe mos u largoni, sepse në fund të videos do të tregoj se si një burr që largohet do të filloj të shohë si të vlefshme dhe si do të filloj të ketë frikë të humbas. Prandaj qëndro me mua, sepse tani po kalojmë te një tjetër pikë e dobësisë që mund ta ndryshojë tërësisht këtë lojë. Kur një burr të injoron dhe largohet, ai e bën këtë duke menduar se është në qendër të botës tënde. Ai ndjehet aq i rëndësishëm sa mendon se pranisë së tij është e domosdoshme për lumturinë tënde. Pse? Sepse shumë gra, shpesh pa vetdije, e ushqejnë këtë iluzion. Vendosin atë në qendër të jetës së tyre, i japin gjithë energjinë dhe harrojnë pjesët e tjera të vetes. Carl Jung ka thënë, aty ku drejtohet energjia, ajo rritet. Dhe kur gjithë energjinë tënde ia jep një burri që të injoron, ti pa vetdije rrit edhe ndjesinë e tij të pushtetit mbi ty. Por po sikur ai të kuptonte një ditë që nuk është më qendra e vëmendjes tënde. Pika e tretë e dobësisë së një burri që të injoron është pikërisht kjo ndjenja e rreme e epërsisë që vjen nga vendi i veçantë që i ke dhënë. Për ta thyer këtë cikël, duhet të trondisësh zonën e tij të rehatisë. Dhe mënyra më e fuqishme për ta bërë këtë është duke forcuar lidhjet e tua sociale me miqt, familjen dhe njerëzit që të bëjnë të ndihesh e vlefshme dhe e plotësuar. Ndoshta pa vetdije ja ke dhënë të gjithë energjinë këtij burri dhe ke lënë pas dore lidhjet përreth teje. Por kur rifillon ti forcosh ato, një transformim i vërtet ndodh. Jeta jote merr ngjyra dhe kuptime të reja.
dhe kupton se ai nuk ka qenë kur burimi i vetëm i lumturisë tënde. Kjo nuk do të thotë se duhet të kërkosh një burr tjetër. Përkundrazi, nuk ka të bëjë me gjetjen e dikujt tjetër, por me zgjerimin e perspektivës tënde ndaj botës. Kur forcon lidhjet shoqërore, fillon të njohësh njerëz të rinj, të eksplorosh ambiente të reja dhe vetë prania jote bëhet më tërheqëse. Dhe e di çfarë ndodh me të në atë moment, fillon të shembet bindja se ai është i pasvendësueshëm. Jung thoshte njeriu ka frikë të humbas kontrollin mbi atë që mendon se e ka në dorë. Dhe kur një burr kupton se nuk është më në qendër të botës tënde, fillon të ndjejë të njëjtën pasiguri që dikur ta ka shkaktuar ty. Një tjetër dobësi e madhe që ai e mban pa vetdije është nevoja për t'u ndjerë i domosdoshëm për ty. Shumë burra besojnë se një grua ka nevojë për ta emocionalisht apo financiarisht dhe kjo u jep atyre një ndjenjë të rreme sigurie. Por kur i tregon se jeta jote nuk varet nga prania e tij, se ti mund të krijosh lumturinë tënde pa u mbështetur te askush, diçka brenda ti fillon të lëkundet. Nuk je më një grua që mund të injorohet pa pasoja. Je një grua që di të ndihet e plot edhe pa u mbështetur te askush. Dhe kjo e tremb, sepse kjo do të thotë se nëse dëshiron të jetë pjesë e jetës tënde, duhet të sjellë me vete një vlerë reale. Këtu loja ndryshon plotësisht. Ai mund të vazhdojë të injorojë, por kur ti ndryshon, kur forcohesh, kur vetbesimi yt rritet, ai nuk ka më të njëjtin pushtet. Dhe kupton se ai që humbet nuk je ti por ai vetë. Para se të jap këshillën time të fundit se si një burr që është larguar mund të fillojë të shohë si të vlefshme dhe të ketë frikë të humbas, dua të pyes, a ke përjetuar ndonjëherë një marrëdhënie me një dinamik të tillë? Ndaje me mua në komente. Dhe nëse kjo video të ka dhënë vërtet diçka me vlerë, mos harro të shtypësh pëlqej, sepse ajo që do të dëgjosh tani në fund mund të ndryshojë plotësisht mënyrën si e përballon këtë situatë. Qëndro me mua, sepse tani po afrohemi te pjesa e fundit e këtij puzzle-i. Vetbesimi i një burri është një nga pikat më të ndjeshme dhe njëkohësisht një nga dobësitë e tij më të mëdha, kur ai largohet dhe të injoron. Carl Jung ka thënë se identiteti i njeriut ndërtohet përmes pasqyrimeve dhe projeksioneve që merren nga të tjerët. Kur një burr ndjen admirimin, dëshirën dhe vlerësimin e një gruaje, egoja e tij ushqehet dhe ai ndjehet i fuqishëm. Po çfarë ndodh kur kjo burim miratimi ndalet pa pritur, kur ai nuk ndjen më mbështetjen tënde të pakushtëzuar? Atëherë bëhet i pambrojtur, sepse baza e sigurisë së tij pa pritur zhduket. Pikërisht këtu është thelbi. Shumica e burrave nuk e kuptojnë ndikimin e një gruaje, derisa ajo të largohet emocionalisht. Nuk ke nevojë ta injorosh fizikisht apo të luash lojra të kota. Ndikimi i vërtet vjen kur ti ndalon ta shohësh si dikë të veçantë, kur ndalon së madhëruari praninë e tij, kur fillon ta shohësh si dikë të zakonshëm në jetën tënde, aty lind një boshllëk që ai nuk mund ta përshkruajë me fjalë. Jung ka thënë se njeriu ndërvepron me botën përmes simboleve. Dhe kur një burr kupton se gruaja që e ka bërë të ndihet i veçantë nuk e trajton më njësoj, ai mund të mos e kuptojë saktësisht çfarë ka humbur, por ndjen thellë se ka humbur diçka me vlerë. Kjo është një nga dobësitë më të mëdha të një burri. Të qenë i pëlqyer dhe i admiruar bëhet aq rutinë për të, sa kur kjo ndalon, lind një ndjesi boshllëku. Ajo që dikur i jepte rehati, tani bëhet një nevojë që nuk arrin ta mbush më. Pikërisht këtu është momenti kur duhet të jesh një hap përpara. Në vend që të lypësh vëmendje apo interes prej tij, tërhiq energjinë tënde dhe drejtoje ka vetja. Shndërrohesh në një grua që shkëlqen nga forca e saj e brendshme. Dhe ky transformim e bën atë të kuptojë se çfarë vlere të madhe ka humbur. Sekreti për të ndikuar në mënyrë inteligjente tek vetbesimi i një burri është ta aplikosh parimin e reciprocitetit. Jung ka thënë, marrëdhëniet janë pasqyrë. Nëse ti reflekton vazhdimisht admirim, dëshirë dhe interes, por nuk merr asgjë në këmbim, ai nuk do të ndjejë se duhet të vlerësoj. Kur i jep besimin dhe dashurinë tënde, duhet të jesh e sigurt nëse merr të njëjtën gjë mbrapsht.
Nëse një burr ndjen se mund të marrë gjithçka nga ti pa asnjë përpjekje, nëse beson se e meriton për kushtimin tënd vetëm për shkak se ekziston ai, kurrë nuk do ta kuptojë vlerën tënde të vërtetë. Kjo është arsyeja pse shumë gra zhgënjehen në fund japin gjithçka, me shpresën që një ditë ai burr do ta vërejë dhe do të shpërblejë. Por pikërisht këtu duhet të nisë ndryshimi. Një grua që e njeh veten dhe vlerën e saj, nuk jep kurrë dashuri dhe energji pa marrë asgjë mbrapsht, sepse e di se çdo marrëdhënie duhet të jetë e ekuilibruar. Dhe tani, përpara se të kalojmë në këshillën e fundit, atë që do të bëj të ndihesh me vlerë dhe do ta detyroj atë të ketë frikë nga humbja jote, dua të pyes: a e ke ndjerë ndonjëherë se në një marrëdhënie ke dhënë shumë më shumë se sa ke marrë? Shkruaje në komente. Nëse kjo video të ka dhënë diçka me vlerë, mos harro ta pëlqesh, sepse ajo që do të mësojmë tani mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si e menaxhon këtë situatë. Prandaj qëndro me mua, sepse tani po vim te pjesa më e rëndësishme. Ndryshimi i madh fillon kur kupton se mënyra se si një burr sillet me ty lidhet drejt për drejt me vendin që ai mendon se ka në jetën tënde. Nëse ai mendon se do të jesh aty edhe kur të injoroj, se do të presësh gjithmonë për një thërrime vëmendje, ai nuk do të ketë kurrë frikë të humbas. Carl Jung ka thënë se në vetdia e njeriut gjithmonë kërkon të testojë kufijtë, dëshiron të di sa larg mund të shkojë. Shumë burra e bëjnë këtë pa vetdije. Largohen, injorojnë, sillen me mospërfillje sepse mendojnë se ti nuk do të largohesh kurrë. Por çfarë ndodh kur kjo siguri zhduket, kur ndalon së dhëni aprovim të pamerituar dhe ja tërheq ndjenjen e sigurisë, egoja e tij tronditet. Ai besonte se vëmendja jote ishte e garantuar, se nuk kishte pse të përpiqej. Por në momentin që kupton se duhet të përpiqet për të rifituar vëmendjen tënde, ndoshta për herë të parë përballet me një ndjenjë të vërtetë pa sigurie. Jung ka thënë, mendja e njeriut ka nevojë për parashikueshmëri. Kur një grua papritur ndryshon sjellje, një burr që më parë ndjehej i fuqishëm, përjeton një shqetësim të thellë. E kupton që rregullat e lojës kanë ndryshuar dhe që tani duhet të provojë diçka vetë. Kjo është dallimi mes një gruaje që respektohet dhe një gruaje që injorohet. Gruaja që respektohet e di se vëmendja e saj është dhuratë, jo detyrim. Ajo nuk vrapon pas askujt, nuk lutet dhe nuk pranon më pak se çfarë meriton. Dhe kur një burr kupton se mund të humbas, ai detyrimisht rishikon sjelljen e tij. Dëshira për kontroll shndërrohet në nevojën për të qenë pranë teje sërish. Por ja ku qëndron çelësi në atë pikë, ti nuk je më dikush që pret miratimin e tij. Ti je një grua që vendos vetë kush e meriton të jetë në jetën tënde. Dhe ky ndryshim mendor është ai që i tregon më së miri vlerën tënde të vërtetë. Por ka edhe diçka më të thellë. Që kjo të ketë ndikim të qëndrueshëm, duhet të jesh e sinqert me veten. Nuk është fjala për të bërë lojra apo për të shtirur mosinteresim. Duhet ta kuptosh një herë e përgjithmonë kur nuk je dashur të lypësh interesin e një burri. Gabimi më i madh që mund të bëjë një grua është të qëndrojë në një marrëdhënie që e bën të ndihet pa vlerë, duke shpresuar se një ditë ai do ta kuptojë se çfarë ka humbur. Jung ka thënë, ajo që pranojmë të tjerët është reflektim i asaj që pranojmë për veten. Nëse ti pranove më pak se sa meritoje, nëse investove te dikush që nuk investonte tek ti, në vetëdijshëm i ke dërguar vetes një mesazh, nuk jam e mjaftueshme. Dhe tani është koha që këtë besim ta shkatërrosh. Tani imagjino çfarë ndodh kur një burr kupton se nuk mund të mbajë më të lidhur pas vetes, kur ai kupton se kontrolli që mendonte se kishte është zhdukur, truri i tij futet në kaos. Aty lind frika për të humbur, për të mos qenë më i rëndësishëm, ndoshta edhe për të bërë gabimin më të madh të jetës së tij. Dhe pikërisht në atë moment, tani fiet janë në duart e tua. Prandaj, përpara se të jap këshillën e fundit, të bëj edhe një pyetje: a e ke parë ndonjëherë këtë dinamik në jetën tënde? Në fund të fundit, pyetja më e rëndësishme që duhet t'i bësh vetes është kjo: nuk është fjala për të, por për ty. Pse pranove më pak, kur gjithmonë ke merituar shumë më tepër? Jung ka thënë, ajo me të cilën nuk përballemi brenda vetes, na shfaqet nga jashtë.
Ndoshta për një kohë të gjatë, ke vënë më shumë rëndësi tek ndjenjat, dëshirat dhe mendimet e një burri që të injoron. Ndoshta tani ka ardhur koha të bësh pyetjen më të rëndësishme, apo e trajton veten me të njëjtën përkujdesje dhe vëmendje që ja ke dhënë atij, apo në një moment ja ke dorëzuar vlerën tënde në duart e dikujt tjetër. Gabimi më i madh që mund të bëjë një grua është të përpiqet t'i dëshmojë vlerën dikujt që duhej ta kishte parë vetë. E vërteta mund të jetë e dhimbshme, por është edhe çliruese. Nëse një burr ndjen se nuk do të humbas asgjë edhe nëse të injoron, ai kurrë nuk do të shohë si të vlefshme. Dhe nëse mendon se mund të kthehet te ti sa herë të dojë, pa bërë asnjë përpjekje, nuk do të ketë kurrë frikë të humbas. Ti je ajo që i mëson të tjerët si të trajtojnë. Ti je ajo që vendos kufit çfarë pranon dhe çfarë jo. Dhe nëse deri më tani nuk ke marrë respektin dhe vëmendjen që meriton, ndoshta tani është koha ta ndryshosh plotësisht këtë cikël. E vërteta është kjo histori nuk ka të bëjë me të, por me ty. Jung ka thënë, çdo gjë që tërheqim në jetën tonë është pasqyrimi i asaj që mbajmë brenda vetes. Nëse gjithmonë përballesh me burra që të injorojnë, të vendosin në plan të dytë dhe nuk të japin vendin që meriton, ndoshta tani është koha të shikosh brenda vetes. Kur ke filluar të pranosh një trajtim të tillë, kur ke filluar të besosh se duhet të përpiqesh për të fituar vëmendjen e dikujt, sepse një grua që e njeh vlerën e saj kurrë nuk lutet për t'u parë. Ajo tashmë shkëlqen me dritën e vet. Dhe pikërisht këtu është pika më kritike. Sot burri që të injoron mund të duket i vetbesuar nga jashtë, por në të vërtetë ai ka frikë. Ka frikë se po humbet kontrollin. Ka frikë se nuk është më në qendër të botës tënde. Dhe ndoshta ka frikë se po e kupton se ka shpërdoruar vëmendjen e gruas më me vlerë që ka pasur ndonjëherë në jetën e tij. Nëse ti zbaton ato që mësove këtu, forcon vetë respektin, fiton pavarësinë emocionale dhe nuk pajtohesh më kurrë me më pak se sa meriton, ai do ta vërejë këtë ndryshim. Dhe pikërisht në atë moment, ai do të përballet me dy zgjedhje: o do të mësoj të vlerësoj për së vërteti, o do të kuptoj se nuk ka më aq ndikim sa ka menduar. Por pyetja e vërtet është kjo: a e dëshiron me të vërtet dikë që e kupton vlerën tënde vetëm kur ka frikë se do të humbas, apo ka ardhur koha të ndryshosh mënyrën si e sheh veten dhe të kuptosh se meriton dikë që të zgjedh pa lojra, pa pritje, pa të kërkuar të dëshmosh asgjë? Një grua që ka zgjedhje asnjëherë nuk ndjehet e pashpresë për një burr që largohet, sepse ajo e di dashuria e vërtet nuk detyrohet, ajo rrjedh vetë. Dhe nëse duhet të luftosh që dikush të shoh, ndoshta ka ardhur koha të ndalosh së luftuari dhe të vendosësh veten në vendin e parë. Ajo që mësove sot nuk ka të bëjë vetëm me mungesën, por me transformimin nga një grua që pret për vëmendje, në një grua që jeton për vete dhe që e njeh vlerën e saj. Nuk është më çështje mesazhesh, sinjalesh apo miratimesh, është çështje e zgjedhjes për të jetuar për veten. Sepse kur ti ndryshon energjinë tënde, e gjithë bota reagon. Dhe burri që mendonte se mund të injoroj pa pasoja, befas gjendet në një pozicion të pafuqishëm, i dëshpëruar për të rikthyer diçka që e mori të mirëqen. Dhe tani, dua të lë me një pyetje të fundit. A do të qëndrosh në të njëjtin vend, duke pritur që dikush më në fund të kuptojë sa vlen? Apo do të bëhesh ajo grua që e di mirë kush është dhe që nuk do të ketë më nevojë të mendojë ndonjëherë për një situatë të tillë? Përgjigjja është te ti. Zgjedhja po ashtu. Sepse në fund të fundit, ajo që të bën me të vërtetë të fuqishme nuk është ndikimi yt mbi të tjerët, por mënyra si kujdesesh për veten. Dhe sapo ta kuptosh këtë, nuk do të pranosh më kurrë më pak se sa meriton. Nëse kjo video të ka dhënë një perspektivë të re, nëse të ka ndihmuar të shohësh ndryshe, kam një kërkesë të vogël për ty. Abonohu në kanalin tim dhe aktivizo njoftimet në mënyrë që të vazhdosh këtë rrugëtim transformimi me përmbajtje të ngjashme. Sepse ti nuk meriton vetëm një video që të bën të reflektosh, ti meriton një rrugë të ndryshimi. Dhe kjo është vetëm fillimi. Nëse kjo përmbajtje të ndihmoi, shtyp butonin pëlqej tani.
Kjo jo vetëm që më ndihmon të vazhdoj të krijoj përmbajtje si kjo, por edhe të arrijm tek gratë që kanë nevojë të dëgjojnë këto fjalë. Nëse e ke përjetuar një përvojë të ngjashme, ndaje në komente. Të bisedojmë së bashku. Dhe mos haro. Fuqia ka qenë gjithmonë në duart e tua. Ti vetëm duhej ta kuptoje këtë. Tani shko dhe jeto jetën që meriton pa pritje, pa dyshim, pa e kërkuar nga askush. Sepse një grua që e njeh vlerën e saj, nuk ka nevojë të kërkojë atë që tashmë i përket.